Jemi duke përgatitur një model unik për prokurimet publike me inteligjencë artificiale, që deri më sot të paktën është i pari model që do të mbulojë 95% të procesit pa përfshirjen e njerëzit. Para disa pak javësh kemi pasur një workshop me 16 përfaqësues të grupeve të kërkimit dhe të teknologjisë nga 16 vende europiane që merren me zhvillimin e modelit prokurimit publik me inteligjencë artificiale dhe ka qenë shumë inkurajues ai workshop, por edhe domethënës për ne, pasi të gjitha vendet e tjera kanë copza, pjesë, por ne po mundohemi dhe po e bëjmë këtë në bashkëpunim me Mira Muratin dhe grupin e saj, si edhe me Microsoftin, që të kemi një model gjithë përfshirës të gjithë procesit. Po kështu Adeja e përmendi, jemi të vetëdijshëm që kadastra ka nevojë për të qenë shumë efektive në shërbimin ndaj qytetarëve, pavarësisht progresit të madh që është bërë krahasimisht me nga jemi nisur, dhe ndërkohë që ecim me digitalizimin e plot të kadastrës, falë mbështetjes që kemi marrë edhe nga Komisioni Evropian, do të po punojmë edhe për të futur inteligjencën artificiale në proceset e kadastrës më pas.